dashur miq, edhe sot jemi në bulevardin Zogu i Parë, këtu afër maternitetit, domethënë po nuk ka lidhje fare. Ne do të vijojmë me temën që ne kishim dhe pikërisht për këtë ne kemi të ftuar në studio është Eduard Afaj, i cili është psikolog. I dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se vjeta. Mirë se na erdhe në tema, domethënë që deri po them para 2 vitesh as do na shkonte mendja. Mirë po nga ç'po ndodh, nga ç'po lexojmë ose nga ç'po na ofrojnë për të lexuar, janë bërë tashmë lajme normale, madje edhe bezdismi au e kemi dëgjuar një herë, s'ja vlen më. Ne hapëm një temë sot lidhur me tatuazhet, ku të rinj të ndryshe nga ndoshta le të themi brezat tan, prindrit jo, kanë filluar të shfaqin kërkesa që ligjërisht duan jemi okay, kanë të drejtë, e di unë çfarë bëj me trupin tim. Po flisim për tatuazhet. Mirë po, gjithë problemi tani është që ne po lexojmë shumë, sidomos në rrjetet sociale, ose janë përkthime keq, ose janë sajesa për të rrequr vëmendjen, lidhur me çmenduritë që i gjykojnë shumë njerëz, çmenduritë që po dëgjojmë gjithandej. Për shembull, sikur që një lajm që filania në Norvegji është martuar me veten. Kjo duket si gallat për kur lexon. Po në fakt, po lexosh shkrimin pastaj ka një lloj si mas gazetës filan, si mas mjekut filan, psikologut filan. Tani janë reale këto? Apo janë sajesat të mendjeve të çmendura njerëzore me të cilat ne po i përhapim tani si gallat, por që avash po kthehen në normalitet. Atëherë, po duhet ta them. Pyetja sa janë reale, janë jashtëzakonisht shumë reale. Madje është një trend në rritje sidomos në vendet europiane, pra në vinë si raste nga perëndimi. Dhe domethënë po çmendën njerëzit. Jo, nuk ka lidhje fare me çmendje, ja do ta sqaroj unë. Për të shtuar bisedës, domethënë një komponent shumë të rëndësishëm, po aq edhe real, në një rast të tillë nuk e di para disa kohësh, ne kemi patur në një studio paralele një person që vinte nga një nga vendet europiane për të ruajtur edhe konfidencialitetin, i cili ishte martuar me vete dhe kishte bërë një ceremoni me 70 të ftuar dhe një kosto shumë të madhe të ceremonisë saj ishte vajzë femër, ishte diku ke 30-tat dhe kishte zyrtarizuar në mënyrë një akt simbolik martesën me veten e saj, sepse nuk është një akt një vendimarrje, domethënë që mbështetet mbi disa kriteri religjore, por është një akt. E qartë, unë që dëgjoj këtë them. Tani o është çmend kjo, o janë çmend këta që kanë shkuar për dasëm. Atëherë, momentin e parë. Termi çmendje është një term popullore. Po, term popullor, sepse normalisht termi çmendje në vendet më po them nëse marrim një zgjerim global. Në Finlandë, ja fuskot Finlandë. Po eksaktësisht, po them termi çmendje përdoret aq shumë në jetën tonë të përditshme sa etiketon dhe diçka shumë të bukur amazing që ka bërë një person, pra diçka të jashtëzakonshme dhe themi ky është i çmendur për aftësinë geniale që ka shfaqur. Është i moh fare, është i çmend. Prandaj që shpesh herë këto trende etiketon pak edhe ndoshta mbi etiketon me termin çmendje. Tani vim pak ka arsye sepse shkon një person. Po si martohet me veten? Sa ta kuptoj. Po tani sologamia vjen si bashkim fjalësh, solo që do thot vetmi dhe gamia që do thot martesë. Pra dhe personi që shkon deri në këtë akt simbolik në martesën ndaj vetes vjen si rrjedhoi të një zhvillimi jetësor që normalisht ka patur disa mungesa. Dhe normalisht kur ne nisemi nga femëria, kemi patur një femëri e cila mund të ketë ardhur e neglizhuar, mund të ketë ardhur, domethënë e shtypur gjendja e saj emocionale, mund të ketë ardhur me ndjenja braktisje, mund të ketë ardhur me ndjenja mospërmbushje, dhe ky akt është kjo që ne themi ka një dras mangut? Absolutisht nuk do të etiketohen në atë mënyrë, sepse secili nga ne në rrugë. Ka gjithmonë popullore, po. Pra, në rrugtimin tonë të jetës, secili ka, domethënë, po themi ato poshllëqet e veta ose sfidat e veta, apo provat e veta, nëpërmjet cilave ka krijuar ndoshta edhe disa thyrje, të cilët në aspektin psikologjik nuk priton shumë mirë. Edhe normalisht personi këtë prirje nuk e shikon si një lloj deviance, sepse devianca do të shpjegojmë pak më pas. E shikon si një lloj përmbushje me veten e tij, si një lloj vetë aktualizimi, pra si një lloj mbushje emocionale dhe për të rritur autonominë e tij emocionale dhe personale, pra pa patur nevojë për kujdesin të tjerëve, pra për të ushtruar kujdes ndaj vetes. Ky person është në këtë botë? Patjetër. Pra jeton në këtë botë? Ka marrëdhënie me të tjerë, ka shoqe, ka prindër, ka drejtë që mori. Domethënë, më prapë më shkon gjua, ti ke shumë të drejtë, në fund ditës je mjek edhe nuk takon të flasësh me termin e çmendur, po kush e dëgjon këtë thot pas ka rrit mëç? Shikom, në pikpamjen e parë, pra sa më larg të jemi këtij trendi dhe sepse çdo gjë
duhet të theksoj edhe diçka. Çdo lloj sjellje individuale para se ajo të kalojë në këto kushtet klinike duhet parë mbi kontekstin kulturor. Pra në një kontekst kulturor ku një veprimtari e tillë apo një sjellje e tillë apo një vendimarrje e tillë shikohet dhe përqafot nga një grup njerëzish apo nga një popullat, pra nuk shikohet domosdoshmërisht si një lloj deviance. Kur kemi rastin e surrogamisë, ajo vjen si rrjedhoi një roli të vetë aktualizuar. Ai jeton në shoqëri, absolutisht ka marrëdhënie shumë të mira me të gjithë. Madje do të thoja edhe këtë gjë tjetër, që e mbështetur pak edhe psikologjikisht ka domethënë një lloj mbështetje deri diku dhe pozitive, sepse kur personi e bën këtë akt ndaj vetes, do thotë që ai po mirëmban, po përkushtohet, po përkujdeset ndaj vetes vet, edhe në një moment saktuar mund të bëhet gati nga vetëpërmbushja që ka arritur për të shkuar në drejtim të një martese të drejtë me gjinin përkatëse. Po si mund të quhet martesë me veten? Sa rritet të kuptoj. Po pra, martesa me vete tregon që terreni jashtë personit, që mund të jetë vajzë ose djalë, nuk ka arritur që t'i krijojë klimin e duhur, pra të plotësisë së saj apo ti emocionale, dhe duke qenë se nuk e merr nga jashtë, tenton t'i ofrojë vetvetes në mënyrat e veta, pra duke kurrizuar veten me vetveten. Ka lidhje kjo me të folurit me veten, sepse ne në fakt e quajmë normale të bësh dialog me veten në një moment caktuar të ditës apo të natës apo duke ecur. Pra po flas me veten unë. Dhe i quhet normale. Madje quhesh edhe një çik kështu si i mençëm. Nëse kemi të bëjmë një vetë dialog pozitiv, i cili është pozitiv ose negativ? Është i motivuar me veten e vet, pra autodialog. Kjo është diçka shumë e rëndësishme që secili nga ne ka përdorur momentin e saktuar të jetës. Nëse personi dialogon, nëse personi dialogon me zërat e cilet nuk krijohen nga ai dhe nuk është se automatizohen nga vetë personi, por vijnë në formën e pavullnetshme të tij, kjo pastaj na kthehet në një problem tjetër që ka nevojë për ta filtruar pak më klinikisht. Po mirë, doktor, ne kemi lexuar edhe kështu, për shembull, filani është martuar me një kukull, bile ka dalë me video. Ka dalë me video. Domethënë edhe i marrin si rastet. Unë prapë them, prapë theksoj, që u çmon bota. Këto pasaj janë probleme tjera që këto pasaj ne i quajmë, pra shkenca i quhen apo literatura i quhen parafili. Parafilia do thotë deviancë. Pra deviancë, është deviancë. Po parafilit janë më pas deviancë. Pra ku persona për shembull shkojnë në drejtim të martesës me kukulla, drejtim të martesës me objekte, në drejtim të martesës me kafsh. Kemi pasaj nëse ne duhet ta zgjerojmë pak më tepër. Pse quhen, më fal, pse quhen martesë kur okej, un kam një qen që e dua, për shembull. Eksaktësisht. E kemi si, domethënë fjala vjen dikush e ka si njeri shtëpie. Po deri tek shpreha si njeri shtëpie, okej, duhet është figurative çik, po do të tregon dashurinë e tij për kafshën. Eksaktësht. Deri këtu, po pse se s'bën martesë? Se duhet më qytë se s'bën martesë. Tani ndryshon karakteri lidhjes që ke në këtë moment me kafshën. Pra, është lidhje emocionale, pra që ty të përmbush, pra siç mund të jetë pjesa më e madhe dominante në botë që ka një lloj dashurie për kafshën, por normalisht kjo dashuri ka kufi shumë të qartë, pra të shëndetshëm me kafshën sepse ushtron një lloj përkujdesi me kafshën, kurse kur vjen puna tek martesa, sepse këtu ka edhe një debat. Për shembull në vende si Norvegjia apo vendet e tjera, flasim për Evropën kryesisht. Po flasim për Evropën, pra ka debat sepse nëse ti lejon pra që një person të martohet me një kafsh apo me një objekt apo diçka tjetër, duhet një union që ta njohë këtë pjesë, sepse nëse ti martohesh me një kafsh, si do i japi kafsha aprovimin nëse duhet patjetër të martohet me ty, sepse martesa do thotë kur dy persona martohen edhe i thon po njëri tjetrit, pra kush do i japi verdiktin e kafshës? Pra duhet ketë një union të veçantë, pra po themi të zoologëve apo qendrës së mbrojtjes së kafshëve, e cila duhet japi një lloj miratimi që është dakord dhe kafsha, sepse dytërimisht kafsha vepron në bazë të instiktit dhe në bazë të racionalitetit dhe logjikës njerëzore. Dhe këto janë bërë normale në Europë, domethënë? Apo janë raste të veçuara që dalin në media? Shiko, apo në shkencë. Media e pompozon jashtëzakonisht tepër, sepse krahas zoofilis ne kemi për shembull trendin e fundit fare që po përhapin një zhvillim të jashtëzakonshëm, që janë domethënë teknoseksualet, pra prirja për të prirja për martesat me kulla, apo me robot të caktuar, të cilët madje së fundmi, edhe në një diskutim që kemi pasur tjetër, në Amerikë ishte një robot i bërë me një lloj materiali prej fildiçi që gati kishte arritur mbi 75-80% të përpikmërisë njerëzore, pra të ndjeshmërisë, të lëkurës, të gjithë. Përderisa ka dyqane me lotra seksi, domethënë afërmend do arrije edhe këtu, apo jo? Shiko, mund të arrijë deri aty, por ne duhet, pra derisa të arrijë aty do ta shikojmë pak në kushtet apo para kushtet e një parafilie, domethënë aspektin klinik, pra pse personi shkon deri në këtë, sepse zakonisht të gjithë martesat, për shembull zoofilisë, ne kemi edhe nekrofilinë, dhe ekzibicionizmin dhe voyeurizmin, çfarë nuk ka, pra praktikisht duhet me i pa domethënë në historikun e tyre, në terrenin klinik, pra pse është zhvilluar kjo lloj prirje. Megjithatë në Shqipëri këto konsiderohen si
ose si lajmet sa jume, ose si rastet e të çmendura në botë. Ju thoni tani, domethënë, ju thoni që ka përhapje që do të thotë mas X kohë pa diskutim do vinë në Shqipëri. Apo jo? E pashpërshme. Momentalisht nuk kemi raste të identifikuara, pra të deklaruara, pra Po që ka. Mund të ketë, por mund të jenë raste të kufizuara dhe në një farë mënyre të mbajtura larg vëmendjes, larg opinionit publik apo tjerë. Ose i shtrohen në spital ka njerëz. Pjesa e spitalit është diçka komplet tjetër më pas, sepse nuk është një vullnet i lirë për shembull vetëm nga familjari apo nga personi që është afër më një herë për ta çuar, sepse ta çosh dikën në spital detyrimisht duhet të plotësoj disa kritere kryesore që normalisht domethënë e përcaktojnë dhe normalisht shihet si deviancë ke personi, sepse deviancë në vetvete do thotë kur ke një shkëputje nga bota jote emocionale, pra nga rrethi njerëzor, nga aktivitetet e tua, nga socializimi, nga veprimtaria. Po jo domosdoshmërisht mund të mbahet një lidhje e tillë, për shembull dhe me nëse qëndrojmë ke zoofilia, që mos na bëhet domethënë kjo pjesa, nëse qëndrojmë ke zoofilia, mund të mbaj një lloj kontakti dhe praktikisht ai që shkon po them në këtë lloj deviance të zoofilis, pra shikon më tepër po them pjesën e dominimit që ka, kontrollit absolut që ka, ushtrimit të drejtës së fortë që ka ndaj kafshës, sepse duke qenë se kafsha nuk zotëron pjesën logjike dhe racionale siç e kanë individet, detyrimisht i bindet dhe normalisht është ushtrimi i bindjes, jo në të vërtetë ajo tërheqja seksuale, por është dominanca dhe kontrolli që ka mbi të. Çfarë mesazhi më thon, përderisa zonja i thot qenit hajde te mami, se të duket çudi kjo. Kjo s'ka lidhje çon. Ë? Këta janë shprehje më pas të përdorimit të përditshëm dhe normalisht punë filtruar. Këto lloj martesash me veten apo me kukulla apo me ku dëgjon me objekte. Kush ka një person që ka bërë virale këto? Ka një person që ishte i pari që bëri çudinë në botë apo nga studimet tuaja? Nuk e kam, domethënë, Britney Spears për shembull që u konsiderohet si e çmendur, ka luajtur mend, mjekohet etj, po nga ana tjetër është artiste. Prandaj që këto raste pra gjithmonë ka një lloj spunto, pra nga dikush që normalisht ka një audiencë shumë të gjerë, po sot kemi edhe lobime shumë të ndryshme sepse kompani të ndryshme pra që bëjnë lodra seksuale apo manikina apo robot të ndryshëm të cilët i parafrojnë shumë ndikimit të njerëzve. Normalisht do bëjnë lobet e tyre shumë të forta, reklamat e tyre shumë të forta, pra për të arritur për bërë një sintetizim midis mënyrës se si personi mendon, ndjen dhe sillet për krah tyre, pra krijojnë lehtësirat e mundshme. Sepse një pjesë e madhe këtyre personave, mos harrojmë sepse vijnë nga një vetizolim ose nga një vetmi shumë e madhe. Ka një shkak domethënë. Po patjetër vijnë kryesisht të neglizhuar, të bullizuar në fëmijërinë e tyre me traumat e tyre, vijnë po themi në një farë mënyrë të dështuar në marrëdhëniet e tyre apo dashuritë e tyre. Marrëdhënie e keqe me prindrit. Patjetër, të gjitha, pra fusin në neglizhencën familjare. Pra edhe të gjitha këto krijojnë pikërisht atë terrenin që personi e humb, domethënë interesin dhe humb dëshirën për të marrë me njerëzit dhe normalisht bën sposimin e vëmendjes dhe sa vëmendje duhet të pas në rritjen e fëmijëve. Kurse parafilit ka një specifik tjetër ndryshe nga sologamia, sepse sologamia është një akt më tepër personal, kurse parafilit normalisht shikon si deviancë për arsye sepse lidhen shumë me moshën e adoleshencës edhe sipër sepse lidhen me fantazinë dhe pushtetin seksual që kanë persona, pra lidhen kryesisht me fantazinë dhe me pjesën e seksualitetit, pra me mënyrën se si ata stimulojnë seksualisht dhe kanë orgazmën seksuale në tyre, sepse është teoria e kushtëzimit më pas. Megjithatë, si arrin truri i njeriu të përfytyrojë një marrëdhënie dashurie me një diçka që nuk ka mendje, nuk ka ndjenja, nuk ka frym. Si arrin truri i njeriu? Truri i çuditshëm janë apo? Ka disa teori të ndryshme, të cilët i japin shpjegim këtë. Po them ndër teoritë, po them behaviorale. Ka një lloj lidhje, gjithmonë është shkak pasojë dhe këtu vim ke kushtëzimi i veprimit ose kushtëzimi klasik. Pra kur një person i caktuar, pra që mund të ketë kontakt me një objekt, dhe pse ai objekti mund të jetë jo frymor. Pra në momentin që personi ka një stimulim apo një fantazi shumë të fortë seksuale, në atë moment truri bën lidhjen më të afërt vetën që mund të jetë një objekt, mund të jetë një kafshë, mund të jetë një lodër, mund të jetë diçka tjetër dhe automatikisht në momentin se si fantazia e tij stimulohet në aspektin seksual në këtë formë, normalisht e thith, pra kushtëzohet. Pra truri lidh, asocion dy elemente të caktuar që praktikisht nuk kishin lidhje më përpara, por nëpërmjet fantazisë seksuale bëhet pjesë e fantazisë dhe fillon të zhvillon më pas të njëjtën gjë për të rimarrë të njëjtën kënaqësi. Doktor, mos ndoshta këtu në këtë lloj ekstremiteti, ta themi, kanë të bëjnë rritja në fëmijëri
me legjenda apo pralla të tilla siç është Pinoku, një copë druri që komunikon, Borbarda, kjo drejt që Ktylkuqja, që me ujkun, ku diun çfarë, kjo Borbarda me 7 burra, 7 xhuxha, rëndësi ka, mos ka të bëjë të gjithë këto me të cilat ne jemi rritur. Dhe ky cako i fantazisë që thoni juve, përkthehet në mosha të ndryshme, në forma ndryshme, mos kanë të bëjnë dhe këto pa i rënë qafë, prallave, po. Shiko, fëmiria është një moshë jashtëzakonisht shumë potenciale për të zhvilluar të gjithë këto problematika, sepse më fal, se ti mendon që fëmia e kupton këtë Pinokun, po ti nuk e di kurrë se si e kupton çfarë ndodh në trurin e atij. Po bëjmë dhe unë si psikolog, po. Atëherë, fëmia është një moshë potenciale për të zhvilluar të gjithë, po them unë, trendet apo për të shkruar apo për të gjithë këto problematika që ne po diskutojmë, sepse normalisht me rritjen e moshës fillon dhe formësohet, krijohet identiteti i tyre personal, krijohet identiteti gjinor, identiteti seksual dhe janë pyetjet e dilematë kush jam unë dhe çfarë dua unë në këtë vend. Pra, nga fëmiria normalisht truri i fëmijës vazhdon dhe formosohet, por pa haruar dhe një gjë tjetër, sepse fëmiria jon i ka patur në një farë mënyrë në nivel shumë të ulët pjesën e prallave apo tjerë, edhe kanë qenë në po them në lenten e filtrave shumë të pastër, nuk ka patur gjuhë vulgare e sepse ne kemi marrë gjithmonë nga gjyshrit, nga prindrit, nga personazhet, edukatorët. Pa haruar dhe një gjë tjetër që mundu ta specifikoj dhe ta theksoj pak me forcë. Ne jemi rritur në një brez ku personat pranë nesh, po marrim domethënë me gjithë respektin për shembull komshit tan, kanë qenë familje e dytë. Në disa raste dhe familje e parë. Pra, lije Çelsin dhe lije gjithçka, lije fëmin dhe lije çdo gjë tjetër. Kurse sot ti nuk e ke më këtë siguri. Pra, sot absolutisht duke parë, domethënë vështirësi që ka, kompleksitetin që ka në marrëdhënien ndërnjerëzore, në mënyrën se si po zbulon raste nga më të ndryshme të tjerë, ti sot je bërë një person më privat, një person shumë më selektiv, një person shumë i përzgjedhur në çdo hap që ti bën. Po ama shoku yt të celulari në këtë rast. Po eksaktësisht. Ky moderniteti tjetër që vjen, përveç se sjell disa të mira, po edhe ato që ja futen pak si padogan më pas, pra, sepse nuk arrin të filtron dhe jo çdo gjë domethënë ka kujdesin e duhur. Po këta persona që martohen me vete ose me kukulla, a divorcohen? Kjo duhet parë, sepse nëse prandaj të thash pak më parë, një person që krijon këtë domethënë martesë simbolike me veten e tij, ka një lloj prirje për vetë aktualizim dhe në momentin që ai ndihet i përmbushur në një moment të caktuar të jetës, nëse rastis një person dhe ky i ofron dashurinë e munguar, absolutisht mund të shkolorizojë veten dhe të krijojë një marrëdhënie stabël heteroseksuale pastaj me një partner apo homogjene me një partner. Jo, nuk e çoj shumë te seksi sa tek marrëdhënia, tek komunikimi, tek këto. Sepse nëse vetë aktualizimi i ka ndikuar si vetë përmbushje për të arritur për të shëruar ndoshta veten e tij, nëse ka patur domethënë këtë elementin e munguar brenda domethënë ku emocionet në një farë mënyrë kanë pësuar një lloj ftohje apo ato emocionet prej akulli që nuk ka arritur dot të gjejë tek një person tjetër, në një moment caktuar nëse ai takon një person i cili e shkrijen akullin brenda tij dhe bën ta jetojë dhe ti ushqejë dhe ti kultivojë të gjithë emocionet pozitive të vetat, absolutisht mund ta bëjë dhe kalimin në drejtim të një personi tjetër. Dhe me plot ne mund të themi që nesër pas nesër, domthonë tani afër, me zhvillimin teknologjik, pritet që secili të ketë një të dashur apo një grua me AI. Ka një problem? Kjo duhet pritur për arsye sepse ende nuk ka ardhur kjo kohë, duhet pritur pak kohë dhe duhet parë më pas sa të ndikuar janë pikërisht. Ne po flasim nga rastet të cilët janë sot të identifikuar, të dokumentuar dhe normalisht të trumbetuar, po themi në gjithë arenën tonë sociale dhe të bëj një pyetje. Gjithmonë në këtë prizëm që ne po flasim. Çfarë është diella në këtë rast? Deri tani nuk kam informacion, nuk e kam studiuar. Domethënë, ku ndryshon diella nga martesa me një AI? Mirë, tani këta një gjëra pastaj janë specifika të tjera sepse janë kjo është pyetje shejtan më të llajkurit. Janë misione të ndryshme. Eksakt. Po është marrëdhënie ama. Janë misione të ndryshme sigurisht, po. Po ama është marrëdhënie. Por unë duhet të theksoj më tepër këtë pjesën që për gjithë audiencën e gjerë që neve na ndjek që nëse ka raste të tilla të evidentuara
Pra, momenti i parë është ai alarmi që kanë prindrit e tjerë. Është gjë, e kupton. Nuk është alarm, është gjë. Një nga gjërat që është shumë e rëndësishme të bëhet para se të krijojnë debatet, konfliktet brenda familjes me fëmijët apo me këto qoftë nga anëtarët e familjes, të kontaktoj një profesionist të shëndetit mendor. Pra, personi më të afërt, sepse sot interneti me të vërtetë ka sjellë shumë gjëra të cilët ndoshta shoqëria dhe mendja e njeriu nuk është e përgatitur, sepse duhet të kuptojmë që janë gjëra jo shumë të zakonshme dhe përballja e mendjes njerëzore me gjëra të tilla detyrimisht krijon një problematikë ose një pasojë në kompleksitetin që ka. Dakor, po ju po thoni që po përhapet me shpejtësi në Europë, që do të thotë nesër pas nesër është në Shqipëri, pa diskutim. Shiko, jo se ne do jemi të mbrojtur, sepse ky lloj domethënë frekuentimi që ne kemi edhe me Europën normalisht, por ideja është që nisin edhe nga konteksti kulturor dhe një shoqëri si jona nuk është ende përgatitur për të pranuar me një po të madhe apo për të përqafuar si rase dhe detyrimisht. Ju thoshim deri dje, po vitet ikin shpejt, duket si dje. Prandaj që ne jemi në kohë dhe mund të marrim masa të dhura, e kupton, për të qenë më të shëndetshëm nga njëri tek tjetri, sepse qëllimi i një njeriu është të thithë vlerat e dhura dhe të transmetojë nga njëri tek tjetri nga brezi në brez. Ju si psikolog, e shihni me shqetësim të apo thjesht një objekt studimi që duhet të jepi dum? Shiko, është shqetësuese për një shoqëri e cila normalisht ne jemi një shoqëri tranzitore, prandaj po tranzitore 30 e ca vite, po. Po, 30 ne flasim për vende për shembull që kanë qytetërim ndoshta me shekuj dhe ende kanë problematikat e tyre. Por e parë në këtë pikpamje ne duhet të jemi të kujdesshëm, sepse normalisht mendoj që kemi gjëra të tjera për të zhvilluar si njerëz, gjëra të tjera për të krijuar, gjëra të tjera për të bërë inovacione të ndryshme, për të dhënë në art, në kulturë, në shumë gjëra të tjera, edhe nuk do dëshironim që të studiohen vetëm her pas here domethënë të tilla raste, pavarësisht se meritojnë një kohë studimi për të parë domethënë arsye dhe fenomenet të cilat na çojnë deri atje, por është shumë e rëndësishme parandalimi së sa më pas trajtimi apo shërimi. Unë vetë kam parë një anë portale në televizion, vëllai s'po kujtoj tamam, domethënë saktë, po është një italiane që ka qenë intervistuar por që ishte martuar me veten. Po. Nuk e di, e ke ndjek apo jo, po. E kam ndjekur sepse unë kam qenë në emision në atë ditë që kam komunikuar me vetë personin. Dhe domethënë ka qenë me aq sa e mbaj mend shumë pak, domethënë ka qenë një bisedë normale dhe asaj kurse si s'mund të thojë të çmendur. Po absolutisht, unë prandaj ta thash sepse termi tani ju si psikolog, si interpretoni? Ka nevojë për shërim ajo? Atëherë, duhet të parë si ndikon tek personi, pra fushat e jetës të cilët mund të ndikojë veprimtaria e personit, sepse për të bërë një sjellje normale, nga anormale, detyrimisht duket sikur vetëm një gërm ndryshon nga normale në anormale, por praktikisht është një hendek i gjerë, të cilët duhet kalojë disa kritere kryesore për mbushjen e tyre për thënë nëse kjo zgjedhje është dëmtuese për personin apo jo. Sepse nëse zgjedhja e personit, po flasim në rastin specifik të sologamisë, nëse ajo e bën indiferent ndaj të tjerëve, pra e vetë izolon, aq më tepër pra quhet jo e shëndetshme në momentin që sologamia e personit i ka bërë një lloj tërheqje sociale e ndikuar nga narcizizmi personal. Pra që nëse mendon që gjatë gjithë kohës si unë jam shumë më lart, unë kam madhështi të jashtëzakonshme, jo të gjithë njerëzit më afrohen etj, edhe kjo është arsye që ndan nga pjesa e socializuar, normalisht duhet para pastaj në aspektin më klinik, edhe pse jo të kërkoj një ndihmë. Me pak fjalë, asgjë nuk ndahet me sik. Absolutisht. I dashur, falenderoj shumë për këto info që na dhe domethënë pak shqetësuese, me thënë të drejtën. Flas personalisht. Mendoj ti si e gjykoj njerëzit, se njerëzit mund shkojnë në ekstrem, që janë këto budalligje, që janë këto gjëra kështu ne ashtu, po që po ndodh në Europë ndodh. Dhe Shqipëria dy hapa larg është. Po ndodh në Europë dhe normalisht i dam një trajtim pak në kontekstin evropian se si shihen dhe si ashtu, sepse ta thash ne jemi ende ndoshta domethënë po aq larg, po aq edhe afër fenomeneve të tilla, po pse jo që të marrim masat e duhura domethënë për ajo që ne kemi, ajo që të paktën unë si psikolog dhe gjithë mendoj një pjesë e madhe e njerëzve që u jepet mundësia për të qenë pjesë e emisionit të tilla është që ne të bëjmë atë që quajmë psikoedukim. Pra për të arritur për të lajmëruar dhe për të gjatë gjithë kohës informuar se kush duhet të jenë mënyrat e duhura për të mbrojtur dhe masat e duhura për të marrë para se të fillojë pjesa tjetër më pas që ka nevojë për vlerësime të shumë kujdes prindrit çfarë bëjnë dhe sidomos çfarë thonë dhe si reagojnë. Kjo është e rëndësishme. Çdo gjë lër gjurmë që nuk e shfaqet nesër apo pas nesër, por mas 20 vjetësh, ndoshta. Hajde gjeje. Është e vërtetë. Doktor, shumë faleminderit. Faleminderit. Kishim tilla biseda. Gjithë të mirat. Faleminderit.